Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, situata është tensionuar ndjeshëm pas vendimit që Toni të hyjë në lojë, duke shkaktuar një përplasje të fortë midis banorëve. Eliona dhe Lundrimi janë të qartë dhe të vendosur. Ata nuk e duan Tonin brenda shtëpisë dhe nuk duan të pranojnë që 20.000 euro të zbriten nga çmimi i madh për shkak të hyrjes së tij. Ky qëndrim ka krijuar një debat të gjatë dhe të zjarrt mes tyre dhe pjesës tjetër të banorëve, të cilët kanë të kundërtën e mendimit dhe e shohin hyrjen e Tonit si një mundësi për të rritur emocionet dhe dinamikat brenda lojës. Eliona shprehet me vendosmëri se nuk është e drejtë që të paguhet një çmim kaq i madh vetëm për të lejuar hyrjen e një lojtari të ri. Ajo thotë se kjo ndikon në lojën e të gjithë të tjerëve dhe nuk përputhet me rregullat dhe frymën e lojës. Lundrimi, nga ana e tij, e mbështet këtë qëndrim, duke shtuar se nuk ndihen komod me praninë e Tonit dhe se ndjenja e konkurrencës dhe e drejtësisë përbëjnë pjesë të rëndësishme të lojës. Ata theksojnë se nuk mund të sakrifikojnë një pjesë kaq të madhe të çmimit për një hyrje që nuk e konsiderojnë të nevojshme apo të justifikuar. Ky qëndrim ka shkaktuar debate të forta me banorët e tjerë, të cilët janë të mendimit se hyrja e Tonit do të sjellë emocione, konflikte dhe momente të papritura që do ta bëjnë lojën më interesante. Debatet shpesh janë të zjarrta dhe ndonjëherë kalojnë në përplasje verbale, pasi secili banor mbron pikpamjen e vet me pasion. Ata që duan hyrjen e Tonit argumentojnë se loja nuk është vetëm për paratë, por edhe për dinamikën brenda shtëpisë dhe për emocionet që lindin nga surprizat dhe momentet e papritura. Pjesa më e tensionuar e debatit ndodh kur Eliona dhe Lundrimi ndihen të izoluar nga pjesa tjetër e grupit dhe e shohin se vendimi për hyrjen e Tonit duket se është i pakthyeshëm. Ata ndjejnë se po shtyhen të sakrifikojnë diçka që nuk duan dhe kjo i bën të ndihen të frustruar dhe të nënvlerësuar. Nga ana tjetër, ata që janë për hyrjen